Vllaznia e basketbollit të meshkujve ja ka dalë të shkojë në play-off, ku qeblut siguruan këtë në ndeshjen e javës së fundit të kampionatit, duke mposhtur Apollonin me rezultatin 98-75. Sfida luetur në pallatin e sportit Qazim Dervishin dhe ekipit Fjerak ishte shumë vendimtare, por gjithçka ka shkuar ashtu si duhet në këtë takim. Vendasit e nisën shumë mirë ndeshjen dhe arritën të shkojnë në pushimin e këtij takimi me një diferencë prej 29 pikësh në favorin e saj. Në dy periodat e tjera vllaznia kontrollon lojën dhe në këtë mënyrë i gjithë takimi do të mbyllej me rezultatin 98-75. Pas fitores me Apollonin, trajneri i vllaznisë në basketboll për meshkuj Eni Llazani ishte shumë i lumtur për ekipin kuqeblu që arriti të jetë në katërshen e parë. Ky ka qenë qëllimi jonë që në fillim që se u afrova te vllaznia që të dalim në katërshe. Domethënë kemi pas vështirësi të mëdha, edhe sot ishim me shumë mungesa. Megjithatë djemt kishin një dëshirë shumë të madhe sot për të përplas, për të tregu që gara jonë nuk marrën sot, po do vazhdojnë edhe në play-off. Objektivi jonë ishte dalja në katërshe. Tashmë duhet jemi realist për mundësitë e ekipit. Sot kishim 2 mungesa shumë të mëdha, 3 bashkë me Redi Rakën. Megjithatë do përgatitena më së miri që të shfaqim anën tonë më të mirë në play-off. Në këtë mënyrë vllaznia e basketbollit të meshkujve siguron play-offin duke qenë në vendin e 4 në renditje, me pikë të barabarta me Tiranën e vendit të 5, por me pikavarazh më të mirë me të në ndeshjen direkte. Në gjysmëfinale, kuqeblut e trajnerit Llazani do të ndeshen me Beslidjen, skuadrën më në formë të kampionatit.